Gjallë personi është kontakti kryesor i Azer Pajazitit me LPK-n. Hasan Zeneli? Jo, nuk është Hasan Zeneli. Nuk është Hasan Zeneli. Është një person i cili Mislim Zuge? Jo. Se po lozi me emra, unë nuk po është gjallë dhe për emrin mund të pyesni Avnia Jetin. Po. Mandej çka ka ndodhur? Dhe pas kësaj deklarate publike që ky Ali Ahmeti nuk ka dalë më që të thotë përse e ka thënë këtë që personi është si Kokramollos, e ka thënë thjesht për me kalu kohën apo ka pas një se personi ishte në burg, pra nuk ishte si Kokramollos. Sepse këtu pastaj fillojmë të zgjarojmë edhe çështjen e rënies prit të Zer Pajazitit. Pse po thotë që ka diçka, nuk e besoj që Jo, nuk po them që ka diçka, na ndihmon të sqarojmë. Sepse në rast se ti thua që dele sqaron që po, unë ja kam fut kot. Nuk e disha, s'kam fol fare me personin dhe veç thash kot. Okej, dim që ti ke fol kot. Tash hajde ta gjejmë. Aliin kur të takoj në intervistë. Absolutisht. Po. Alia duhet të deklarohet për këtë gjë. Se na ndihmon me ditë kush e ka qenë prit Zer Pajazitin, kështu po thua. Na ndihmon, jo me ditë, na ndihmon që të sqarojmë të heqim shiko. Kur ti e heq një, pra ti thua që është, okej, në rast se Alia thotë që unë e kam marrë në telefon dhe kam fol me të, po ndërkohë personi ndodhet në burg, atëherë ka dy gjëra. Ose serbët e kanë lënë telefonin për të parë se kush e merr dhe mund të ketë folur dhe edhe Alia ka rënë prej kësaj, dhe ata kanë ndjekur pastaj. Ose tjetra Alia ka dashmëruar pe. Ose Alia ka dashmëruar edhe se ka marrë hiç në telefon, edhe i ka thënë këtyre që po kanë folur si Kokramollos. Ose e ka marrë telefon e ka ditë po. Shiko, gjitha këto janë ose. Po. Pra deklarata e Aliut na bën që okej, e heqim, nuk shohim më këtë, po tash të shohim se ku çedon problemi. Pra për këtë arsye unë them që njerëzit duhet të flasin dhe duhet të publikojnë ato që kanë. Sepse shumë ngjarje duhen të sqarohen. Se janë ngjarje të rëndësishme. Dritan, kemi orë në fund të intervistës edhe muhabetit, faleminderit shumë për fund. Çka mendoni për kryeministrin e detyrë Albin Kurti? A dyshon në dashurinë e tij ndaj adhëut të Kosovës, sepse shpesh kemi pas deklarata pse e kanë liruar vetëm këto prej burgut, unë për vetes dyshoj. Po jo? Shiko, nuk e hyj asaj pse e kanë liruar ose kush e ka liruar, kush ka ndërhyrë që të lirohet, këto gjëra të tjera. Nuk merrem me këtë punë. Sepse nuk ja vlen. Në atë kohë ai nuk është liruar vetëm ky prej burgut, janë liruar edhe të tjerë prej burgut, pra nuk është se u lirua vetëm Albini. I bojnë akuzat pa drejta, po. Kjo është diçka tjetër, pra. Të gjithë burgosët liruan që ndodhen në atëherë, pra 1000 ca veta, se 200-300 veta, pra. Kjo nuk është se dikush një ditë më parë, dikush një ditë më pas, kjo nuk ngre asnjë pajtona plotësisht. Pesh, nuk ka gjë. Unë nuk është, duhet ndajmë dy gjëra. Te çështja të dashuria për Kosovën, dashuria kombëtare. Pra, unë te aspekti kombëtar nuk e shoh. Albin Kurti e shoh vetëm te aspekti i Kosovës, pra e shef Kosovën si shtet, po vetëm nën menaxhimin e Albin Kurtit. Pra gjithë Kosova pronë e Albin Kurtit. Dhe kjo na sjell te bajraktarizmi shqiptar. Albin Kurti do Kosovën për vete, Sali Berisha do Shqipërinë për vete, Edi Rama do Shqipërinë për vete edhe për Greqinë, edhe për Vučićin. Tash ç'a mbetet unë të tjerët? Pse Edi Rama po akuzon edhe për Vučićin? Po sepse ai ishte Edi Rama që thosh që na propozoi me Vučićin Ballkanin e hapur. Pra Ballkani i hapur është Jugosllavia e re. Çdo kush që thotë që shkojmë te Ballkani i hapur do thotë Jugosllavi e re. Po se Jugoslavia e re i shërben Serbisë, nuk ka shërben neve. Po ma ngrej që shtojnë populli atë gjun me dolma. Edi Rama mendon që ka bën mjaft për kredet e ushtrisë shqiptare në Haug? Unë nuk di të ketë bërë ndonjë gjë. Po këto deklarime nuk janë asgjë po? Cila deklarata? Po që thonë kundër gjykatës të Haugës. Ato s'janë deklarata, ato i bën çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë. Edi Rama është kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Republika e Shqipërisë ka institucione. Dhe Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, edhe ata të tjerë që janë të akuzuar, janë shtetas Republikës së Shqipërisë. Në rast se nuk janë, mund të bëhen shtetas Republikës së Shqipërisë, duhet të ishin bërë shtetas Republikës së Shqipërisë, por jam i bindur që të paktën këta të parat janë shtetas Republikës së Shqipërisë. Dhe Republika e Shqipërisë, kur ti ke ndaluar shtetasit e vet, atëherë Republika e Shqipërisë ka një zyrë avokatie të popullit, ka një zyrë avokatie shtetërore dhe duhet të angazhonte menjëherë këto zyrë avokatie për të drejtat e këtyre, për akuzat që janë bërë, për të drejtat njerëzore që janë shkelur. Nuk i ka aktivizuar? As pak, shteti shqiptar s'ka aktivizuar atë, pra duhet të aktivizojë institucionalisht shteti shqiptar. Pse po domethënë që te Edi Rama nuk i gëzohet lirimit tash më thoshit? Unë nuk e di gëzohet, kjo është diçka tjetër, është diçka personale, po unë hy te veprimi që duhet të bëj ky në aspekt institucional, pra se ky i ka këto mundësi. Çka e kishte ndihmuar me pas vostë? Absolutisht, çka i kishte ndihmuar? I kishte ndihmuar që në rast se edhe ti kishe angazhuar një grup avokatësh
për të drejtat e njeriut, prej fillimit që janë shkelur, për akuzat që janë shkelur, atëherë do kishte sjellur ndryshe gjykata. Nuk do kishte shkelur këto drejta njeriu që ua ka shkelur. Që kur e ka ndaluar marrëdhëniet me familjen, që ka ndaluar telefonat me familjen, pra këto janë shkelje drejtat njeriut. Shkelje pra, tronat. Ti ja ke pikërisht ja ke shkelur, po ky është edhe shtetasim, dhe si shtetasim ti s'mund ta bësh këtë. Dhe pse s'mund, do thoshin këta se po kjo gjykata s'pyet, jo kjo gjykata pyet, sepse problemi është që këto po ndodhin në një burg në Holland, dhe ti këtë ja kërkon Hollandës. Pra ti, sepse burgu është i Hollandës. Dhe këto drejta atyre po i shkelen në këtë burg të Hollandës, burgu s'është i Kosovës, dhe i kërkon shtetit Hollandës që të drejtat e qytetarëve të mi në këtë burg të mos shkelen. Vërtet. Pra nuk ka bërë asgjë shteti shqiptar në këtë aspekt. Si shtet, si individ, deklaratat nuk ren pesh sepse ti je kryeministër. Unë mund të bëj 700 deklarata, unë s'kam asgjë gjë në dorë, vetëm deklarata bëj. Dhe ti mund të thuash, shi sa mirë foli Dritani. Dakor, po kaq ka Dritani në dorë. Absolutisht. Kurse ai ka më shumë se Dritani, Po. se ka një shtet, po ai s'e ka shfrytzuar këtë. Pra në këtë moment ai s'ka bërë asgjë. Pra në rast se ti krahason fuqinë e kryeministrit me fuqinë e një qytetari, atëherë që këtu jemi gabim.